familja që ta është një gjone shenjtë. Por më të vështira, jemi shtu Zotë ka dashur që me ushtu si profeci do t'i bëjmë. Dhe gjithë ato sfida, largim nga shkolla, largim nga puna, nga policia, dhe çdo gjë u çbë. Po Zoti ka dashur që nëpërmjet patriotëve si refuz që kanë qenë, Zoti ka dashur që ne me u bashkuar edhe që ka thonë ai modhi Zot edhe Hazreti Muhamedi lufton edhe na janë shliru. Na sot i kena institucionet tona, kena bashkësinë islame, kena të gjitha institucionet, shkollore, fakultete, medresë dhe të gjitha të mirat e Zotit, veç Zotit na drejtojnë në rrugë të mbarë. Dhe një pyetje pata, po Kosova është një shtet sekular. Të gjithë e dime. Po besimet janë shumë të pambarë. Dikush është katolik, dikush është ortodoks, dikush muslimane, dikush. Po jetojmë në paqe, të gjithë i kanë të drejta, të gjithë i kanë të drejta, që kush si kanë pas ma parë. Kështu që dhe Zotit që vazhdojmë me një paqe që Zotit e do që mësë me pasë nga fresa, mësë me pasë. Po që faleminderit edhe njerë për ligjeratën, po a ligjeron në i ku po kësë kështo, po shkak se ne del babaden po vëllar tonë një të fornë në për gjami, në për asi, po këto mjekrat që në mësu i kohojt. Ta thamë publikisht, po ndoshta ata ma parë i kanë pasë, po ne si në mësu i kohojt, që ka vendi tash, do të më në shkrylle, që ka vendi. Faleminderit, më në tërgu ku ligjeron në e ku për shamun, se unë e kuptoj ka tjera që është bosh diku më në s'ka aksirë se ku me punu diku, në më arë të dëgju, po. Ok, faleminderit. Por edhe ma herët tash që imam nuk janë, se ka desh Zoti që në Prizren ka shumë imamë dhe ka shumë hoxhallar. Bile dhe djali jam është medrese, tani e i thonë, le ta merë edhe një zanat tjetër, përveç, po, ta ketë edhe një zanat tjetër sepse ka shumë imamë. E nëse djali jam do ta ushej familjen, apo nëse nuk ka punë, si do ta ushej familjen? Për ata arsye une e kam edhe një profesion tjetër që e punaj, apo si shtash infermierin edhe psikologjinë. Dërsa punën e ligjerimeve, tash është bërë lehtë ligjerimi. Është bërë lehtë shumë ligjerimi për shkak të mjeteve moderne që ja tani për shembull që to është me incizu me kamerë, këtë dynjoja që. Edhe ti mund të përhapësh shpirtin islame, apo paqen, apo të mirat e islamit nëpërmjet një telefoni, një fokusi, apo shumë lehtë. Unë mbaj, sidomos për shembull në për vëllezër kështu, në për shtëpia, apo e di une, ka raste për shembull në vrasin në xhami edhe në Shqipëri, ka pas raste që kam qenë pak më herët, domethënë në xhami kam marrë ligjërata, por se kështu me profesion imam, me ushtru detyrën nuk e ushtroj. Apo kjo ishte e para. Çështja e mjekrave, mjekra e dim gjithë ne, apo, që mjekra është prej fesë. Mirë po, a do të thotë që ti nuk ki mjekër si e musliman? Se temi në thonë. Nuk themi ashtu. Kjo është ekstremizëm e por ashtu. Ti e musliman, por nuk e ki kry një urdhët pejgamberit a.s. Që pejgamberi a.s. ka thonë, lëshoni mjekrat shkurtojnë ustaqe. Jo mi rrupa mi shkurtu pak. Jo, dhe më thonë, krejtë sigur priftat që i kanë, dhe më thonë, shumë edhe mustaqe. Dhe më thonë, thjesht një urdhër të pejgamberit a.s. mua të dërgumit tonë, po ja qojnë në vend. Kaq. Nëse kthehemi në bazë, apo, nëse kthehemi në bazë, si shtash, futën në internet, vetëm shkruaj për xhallaret e vjetër. Krejt kemi pas me ato sarrikët që i kanë pas edhe mjekrat. Bile kanë pas edhe si gjyme, apo, gratë, gjyshme tona kanë qenë me peqe, apo? Nëse sot për shembull, e qetë dikush një peqe, kja me i regullë. Po gjyshe tona kanë pas peqe. Gjyshe tona kanë pas peqe. Diçka tjetër është, a është obligim, a nuk është obligim, aty nuk po im. Obligim është, po më thonë, më mbulu, thënë, kjo nuk është obligim. Mirë po themi që tek ne ka pas kjo bazë.
ka qenë. Bile dashmat, për para që i kanë bu, kur kanë shku, gradja kanë qitë një shamit ku, që kretë e kanë mbulu. E dine, sot e kësaj tina, po, sot i qesi. Më në tjesht, ka bazë kjo. Pse nga përdem mu tjetërsu nga kultura jo? Kjo është kultura jo. Nëse ne më bëjmë fuqishëm kulturën kjo, vëlloj kërkush të nga delë për para neve që nërësi shqitarë. Edhe unë jam i bindshëm që shumë shpejt na qëtu kemi më po fuqi rajonale. Jam i bindshëm. Se është paralajmërim i fesë për neve muslimanëve që. Në Evropë, ta vllaznit e di që jetë në Evropë, a di se në të pranë islamin? Veç ata kanë me lexim nas lexojnë. Ata kanë me lexim. E marrin lexojnë, e studiojnë, gjitha vit studiojnë, kur vjen te islami e pranë islamin. Na qëtu e kemi se dim atë mirësin që nga ka dhënë njëve Zotë i Madhërisht. Në kohën, ma herët, po flasë në kohën e komunizmit, apo kohën kur Rusia ka pas tek ne, do më thonë, implikim, gjithë historia jonë, ma herët, ka qenë ndikum prej komunizmit edhe prej Rusisë. Vetëm e vetëm me i bo armiq ata të cilët nuk i kemi pas armiq. Por, tani po dalin çështje, po studion, po lumton, po njes në fakultete, ti studion, pi lumton, pi gjen arkivat e ndryshme, gjitha këto gjëra këto ka dalë do të ndryshojë çështja, do të ndryshojë këtë gjë për të mirë inshallah.